Në raft të gjem veshje artizanale, çanta dhe aksesor të punuara me dorë, ndërsa ngjyrat e fijeve, copat e qëndisura krijojnë një atmosferë unike. Në këtë hapësirë të vogël pranë banesës, artizania Bruna Zguro ka rihapur ateljen e saj në Korçë pas 40 vitesh. Kam rreth 40 vite që unë punoj punime dore. Dhe këte kam trashëgimi nga gjyshe dhe nga mamaja ime. Të gjitha këtu që shikonin janë të gjitha të punuara me dorë. Veshje të ndryshme, sipas stinëve, tezja, punime dore, nga të ndryshme. Veprimtaria e Brunës ka nisur me qëndistari dhe punime tradicionale për shtëpinë, ndërsa vitet e fundit është orientuar drejt veshjeve dhe aksesorëve, duke u përshtatur kërkesave të tregut. Tani më kam kthyer në veshje, në jetesë, pasi për shtëpinë mbaruam perdet, centro, tavolinat, pasi shtëpia i merr një herë këto dhe janë të kostueshme dhe nuk mund t'i kesh gjatë gjithë kohës. Një pjesë e produkteve realizohen tërësisht me dorë, ndërsa disa të tjera përshtaten dhe transformohen përmes ndërhyrjeve artistike, duke marrë një identitet të ri. Bruna Zguro është prej vitesh angazhuar në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Ajo drejton shoqatën Arti në duart e gruas. Duke parë interesimin dhe duke parë to gra që punojnë kaq bukur dhe nuk gjenin dot një treg dhe një mundësi për të shitur prodhimet e tyre, ne formuam një shoqatë dhe quajtëm Arti në duart e gruas. Kam edhe burra në shoqatë, kam edhe këpucarë, të shkojmë panajire kombëtare dhe ndërkombëtare, ku ne shpalosim traditën tonë. Zguro punon edhe me fëmijë dhe të rinj, duke u mësuar teknikat e punimeve të dorës. Sipas saj, interesi është më i lartë te fëmijët deri në moshën 11-12 vjeç. Interesi është deri në klasën e 6, pastaj nuk kanë më interes. Bota inteligjencë artificiale dhe telefonat na bënë që ne të largohemi nga punimet e dorës. Pavarësisht sfidave, Bruna Zguro vijon të promovojë artizanatin si një pasuri të trashëgimisë kulturore shqiptare, me synimin që kjo mjeshtëri të vazhdojë të trashëgohet edhe nga brezat e rinj.